Ebu Hurajra radhiyallahu anhu tregon se profeti alayhi salatu wasallam ka thënë, në dyert e çdo xhamie që ndrojnë dy melek, angjëj, ata shkruajnë të parën që vinë në xhami dhe i kategorizojnë njerëzit sipas ardhjes. Pra ata që kanë ardhur më herët, janë të parët. Dhe vlera e atij që vjen i pari është sikur ka bërë dhe një kurban. Pra jo vetëm që ka ardhur i pari, por sikur ka bërë dhe një kurban. Pra shkon vlera e sevapit të tij. Pra i pari, kurbanin, vlerën e kurbanit e tij e ka sikur ka bërë një deve. I dyti sikur ka bërë një lop, kurban, i treti sikur ka bërë një dele dhe kështu me radhë. Pra deri ka ai që vjen i fundit, pra ka bërë kurban, le themi siç e përmend edhe në hadith, një vezë. Pra vetëm atë gjën më të vogël. Pra i radhës ka bërë pulën, ka bërë kurban një pulë dhe i radhës fare, po themi i fundit prej këtyre tani, ka bërë një vezë. Kështu me radhë vjen duke u paksuar shpërblimi i atij që vjen vonë. Pra, themi këtu nuk është fakti se ai që erdhi vonë e humbi sevapin, ndërkohë që mund të kishte pas një angazhim, po ai që neglizhoi sa ardhuri vonë. Pra, le themi e laj çik si mazdore. Kur imami ulet në minber, thotë ëngjëjt mbyllin fletët dhe që shkruajnë. Pra, kur imami hypen në minber, melekët i mbyllin fletët që kanë shkruajtur në të. Pra, nuk shënojnë më. Kushdo që të vi tash nuk hyn më në llogari në kuptimin figurativ të saj, por sigurisht që ai ka sevapin dhe shpërblimin e vet. Andaj kjo është një hadith i cili nxit në të ardhurin herët në xhami, ditën e xumë, normalisht të ardhurit herët në xhami duhet për çdo namaz, në mënyrë që ti të kesh mundësi të arrish, po themi, shpërblimin e safit të parë, të kesh mundësi të arrish, po themi, kapjen e namazit me tekbirin fillestar, të cilët ndoshta, le themi, ne kemi përmendur që ka një hadith që nxit që ai i cili fal 40 namaze me tekbirin fillestar ka një shpërblim të madh. Pra që do të thotë, ai ka ruajtur gjatë gjithë kohës së 40 namazeve, ka qenë rigoros për të kapur tekbirin fillestar. Do të thonë kaq ka ardhur herët, ka dëgjuar ezanin, ka falë sunetet, ka kapur tekbirin fillestar. Dhe kjo e bën, pra kjo e gjithë kjo tregon që ky person është i vëmendshëm ndaj namazit vet, është i kujdesshëm ndaj namazit vet. Pra e ka namazin e vet në prioritetet e tij të mëdha.